kur fytyrat e reja të politikës shiten për një postë. Në politikën shqiptare, e cila shpesh është më shumë teatër se shërbim publik, premtimet e fytyrave të reja shpesh përfundojnë të jenë vetëm fjalë boshe. Rastet e Endri Shabanit dhe Adriatik Lapajt janë dëshmi e qartë se edhe premtimet më të bujshme për ndryshim dhe integritet mund të shohen në çast, në emër të ambicies personale dhe pushtetit të momentit. Të dy liderët e rinj, siç u prezantuan vetë me zë të lartë dhe retorik bombastike, fytyra e re e politikës, e ardhmja e ndritur e vendit shpejt zbuluan fytyrën reale. Njëra pa legatshme të trajtoj besimin, tjetri e pafat të përpiqet të arrijë me çdo mënyrë një postë që nuk i takon. Adriatik Lapaj, që u shfaq si një promotor i transparencës dhe rinovimit të politikës, nuk mbajti fjalën që dha publikisht. Prej tij, qytetarët prisnin ngucim dhe drejtësi, por morën vetëm një lojë të ftohtë ambiciesh. Ndërkohë, Endri Shabani, me gjithë përpjekjet e tij për të fituar një pozicion që nuk i takonte sipas ligjit dhe meritës, tregoi se ardhmja e ndritur mund të blihet me çdo çmim, edhe nëse kjo do të thotë shkelje të çdo norme morale dhe institucionale. Kjo ngjarje nuk është vetëm një histori e veçantë e dy individëve. Ajo është pasqyrë një sistemi ku pushteti ka humbur çdo lidhje me përgjegjësinë ndaj qytetarëve. Kur politika shitet dhe blihet për një postë, humb qytetari, humb besimi, humb vetë politika. Qytetarët duhet të kuptojnë që premtimet e larta për ndryshim nuk kanë vlerë pa mekanizma të fortë kontrolli, pa integritet personal dhe pa një komunitet që nuk toleron mashtrimin. Përndryshe, çdo fytyrë e re do të jetë vetëm një maskë e re për të njëjtin sistem të korruptuar dhe të vetëshpërblyer. Është koha që politika të mos jetë teatër mashtrimi dhe premtimesh boshe. Është koha që qytetarët të kërkojnë llogari për çdo premtim të thyer, për çdo marrëveshje të fshehtë dhe për çdo tradhti të besimit publik. Vetëm atëherë e ardhmja e ndritur mund të fillojë të ketë kuptim.